I nderuar Ministri I Financave, Punës dhe Transfereve, zoti Ekuran Murati, I nderuar zonja Anuk Prati e ngarkuar me punë pranë ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës së Kosovë, I nderuar drejtori doganave të Kosovës, zoti Agren Lugaliu, I nderuar Zëvendës drejtori I Policisë së Kosovës, zoti Femi Hoti, të nderuar përfaqësues të institucione vendore dhe ndërkombëtare. Rrugja e sigurisë mbetet një nga prioritetet kyçe të institucioneve të Republikës Kosovës në funksion të ruajtjes së rendit dhe ligjit, mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial dhe garantimit të sigurisë për të gjithë qytetarët. Siguria e kufirit përbën një shtyllë themelore të sigurisë kombëtare dhe të funksionimit të plotë të shtetit ligjor. Në një kontekst të ndryshimeve të mëdha dhe të shpejta globale dhe të rritjes së rreziqeve të sigurisë, ndërtimi dhe fuqizimi I kapaciteteve të reja kufitare janë të domosdoshme për garantimin e stabilitetit dhe forcimin e aftësisë së institucioneve tona për të përballur me sfidat bashkëkohore. Investimet në teknologji moderne, infrastrukturë dhe burime njerëzore janë elemente kyçe për një menaxhim efektiv dhe të qëndrueshëm të kufirit. Në këtë drejtim jam shumë I lumtur që sot këtu në pikën kufitare në Merdar po inaugurojmë skanerin Rapid Scan, I cili vjen si donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky donacion përfaqëson jo vetëm një avancim të rëndësishëm teknologjik, por edhe një dëshmi konkrete të partneritetit fuqishëm dhe të qëndrueshëm ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kapacitetet e reja si ky skaner në fushën e sigurisë kufitare rrisin ndjeshëm aftësinë e institucioneve për parandalimin, zbulimin dhe menaxhimin efektiv të kërcënimeve ndërkufitare. Ato mundsojnë kontroll më të avancuar dhe më të besueshëm të kufirit, reagime të shpejtë në situata të ndjeshme dhe ndërhyrje të koordinuar në përputhje të plotë me ligjin dhe standardet ndërkombëtare të sigurisë. Kjo mbështetje për institucionet tona do të ndikojë drejt për drejt në forcimin e luftës kundër veprimtarive të paligjshme si kontrabanda me mallra, me armë, narkotik dhe qenie njerëzore që cënojnë sigurinë e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve tonë, duke kontribuar njëkohësisht edhe në rritjen e sigurisë rajonale dhe më gjerë. Fal këtyre kapaciteteve të reja, siguria e kufirit do të ngrihet në një nivel më të lartë, duke garantuar një qarkullim më të sigurt dhe më të shpejt mallrave, si dhe një menaxhim më efikas, profesional dhe të qëndrueshëm të kufirit të Republikës Kosovës. Patjetër se shpreh falënderimin tim për këtë donacion të vlefshëm, si dhe mirënjohjen e vazhdueshme për mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ofruar ndër vite për institucionet tona të sigurisë. Po ashtu më lejoni të falenderoj edhe zyrtarët policor kufitar dhe zyrtarët e doganave të Republikës Kosovës për punën e tyre profesionale, për kushtimin e vazhdueshëm dhe angazhimin e palodhshëm në kryerjen e detyrave tyre të përditshme, duke qenë në vijën e parë të mbrojtjes së kufirit dhe të zbatimit të ligjit. Faleminderit. Good afternoon, everyone. And thank you all for coming out on this very chilly but sunny day. As I was telling the caretaker minister here, some of you are all much more used to the cold than I am, but at least the sun is out. So again, Caretaker Finance Minister Murati, Caretaker Interior Minister Svechla, Director General Lugaliu, and guests and members of the Kosovo Customs and Border Patrol. It's a pleasure to join you here today to mark the delivery of this American-made scanner, a key step in our shared efforts to strengthen border security and facilitate trade. The U.S. government is proud to make this donation to Kosovo Customs through the State Department's Export Control and Related Border Security Program, a program that has a long history of contributing to border security efforts. This scanner will help Kosovo Customs prevent smuggling, reduce wait times, and ensure that legitimate trade flows go smoothly across the border. In short, this scanner will make the United States and Kosovo stronger allies and more prosperous.
This donation is part of a broader agreement between the United States, Germany, and Kosovo that has brought tangible benefits to Kosovo, including its ability to represent itself in the Central European Free Trade Agreement, a milestone that we celebrated together over a year ago. It is another example of the strong partnership between the United States and Kosovo's institutions, including the Customs and Border Police. I want to commend Kosovo Customs and Border Police for their professionalism and dedication and their cooperation with the U.S. government over the years. Your work is critical in ensuring the security of Kosovo's border and in the integrity of its trade. You are a key player in the fight against smuggling and other illicit activities that threaten public safety and economic stability. And your work has also directly helped protect American businesses by stopping counterfeit American products. By enhancing border management, we are improving bilateral trade and enhancing economic cooperation across the region. We are working together not only to help secure Kosovo's borders, but also to contribute to a stable, more interconnected, and more prosperous region. This has a wider, even global impact and demonstrates why a strong partnership between the United States and Kosovo benefits all of us. I am so pleased to mark this moment with you as it reflects not only the progress that we have achieved, but also the shared determination to strengthen the foundations of regional security, economic resilience, and enduring partnership. Thank you and congratulations. Nderuar Ministër I Financave Zotëri Kurani Murati, nderuar Ministër Punëve të Brendshme Zotëri Gjenet Fesla, nderuar ngarkuar e punë ambasadës së SBA-s në Kosovë Zonë Ani Pratipati, nderuar zëvendës drejtori I përgjithshëm Policisë së Kosovës Zotëri Femenuti, nderuar sekretari I Ministrisë së Punëve të Brendshme, nderuar kryetari I Komunës së Podgoricës Zotëri Stelica. Kolegë nga dogana dhe Policia e Kosovës bashkëpunëtor në vendkalimin kufitor këtu në Moldovë, të nderuar përfaqësues të mediave. Është nder për neve që për te rastit të përririmit të fillimit të punës së skanerit të kemi një nivel kaq të lartë që për neve është mesazh I përkrahjes për punën që e bëjmë në sigurimin e kufirit. Vizioni, siç u tha në fjalët e ministrave dhe ambasadorës, është që ne bashkërisht të punojmë të përkushtohemi për kufit të sigurt, për sundim të ligjit, për zhvillim ekonomik dhe lehtësirën e tregti. Sfidat dhe dinamikat e sigurisë të kohës së fundit janë me vërtet shqetësuese për të gjithë zbatuesit e ligjit në përgjithësi. Kufiri është pika më e rëndësishme sa I përket sigurisë nacionale, andaj dhurimi I këtij skaneri, ofrimi I trajnimeve dhe garancione në mbajtjes për një kohë të konsideruar, të gjitha janë të mirëseardhura dhe lehtësi e mëndshme për punën që ne bëjmë në misionin tonë si zyrtar të kufirit, po edhe në misionin tonë si lehtësues të tregtisë në përgjithësi. Skaneri është një prej të rollëve që në ofrohet si mundësi për të avancuar në përgjithësi kapacitetet tona për sigurinë kufitore. Tani gjatë këtij viti ne presim që edhe me fondet e BE-s dhe qeverisë gjermane të kemi 2 skanere të rinj, ndërsa që me vendimin e qeverisë ne do të sigurojmë 2 skanerë përmes fondeve të bankës botërore. Ky rrjet I skanerëve të përmirësoj që të kemi shumicën absolute të trafikut të tregtisë së jashtme të mbuluar me kapacitete më të avancuara sa I përket kontrollit të kufirit. Për neve padyshim që për herë ka qenë I rëndësishëm bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në programe të ndryshme dhe ky është një vazhdimsi E atij bashkëpunimi që kemi pasur. Ky skaner veç është në fazën e testimit, është provuar edhe me një rast që kemi pasur në dhjetor të vitit të kaluar, ku kemi arritur që të identifikojmë qartësisht
një dërgesë të fshehur të drogës kanabis në sasi prej 125 kg. Pra ne ndërruar e ngarkuar me punë ambasadorë që sigurojmë që do të bëjmë çmos që s'ka në re që taksa paguesve amerikanë të arrijnë destinimin më efikasitet dhe më të lartë si dogonë e Kosovës. Edhe një ju falenderoj. Minister. Someone was saying they couldn't find the Serbian version. They are taking a photo. They don't take it physically, so that's why sometimes